Këshilla për trupin. Fitnessi përmban ushtrime të lehta të cilat mund të kryen shumë mirë. Ato janë thelbësore për të gjithë njerëzit të çfarëdo lloji moshe. I dërguari alayhis salam merrte bashkëshortën e tij Aishën për të shëtitur. Ata madje nganjëherë garonin në vrapim. Ajo njëherë doli fituese në garë. Dhe Hebiu këshillon në librin e tij Mjekësia e të dërguarit alayhis salam. Ecja pas darkës është e dobishme dhe në vend të ecjes mund të faleni që ushqimi të tretet në mënyrë të lehtë. Ushtrimet aerobike përfshin shëtitjen, ngritjen në vende të larta, vrapimin e ngadalt, notin, futbollin ose basketbollin, po ashtu gjimnastikën dhe shumë aktivitete të ngjashme. Këto ushtrime përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru, që ka si rezultat përmirësimin e memorjes dhe funksioneve të tjera njohëse, sidomos për të moshuarit. Ato gjithashtu ndihmojnë në përmirësimin e rrahjeve të zemrës, qarkullimit të gjakut. Kur profeti Ejub alayhis salam vuante nga sëmundja, Allahu e urdhëroi që të ecte dhe të përplaste këmbën në tokë dhe të shoronte sëmundjen me ujë të freskët. Ushtrimet aerobike janë shumë të rëndësishme për shëndetin dhe japin shumë përfitime për njerëzit të cilët janë në dietë. Gjatë dietës, trupi është i prirur që të zvogëlojë shpejtësinë themelore metabolike si një mekanizëm natyral mbrojtës për të ruajtur energji. Ushtrimet aerobike janë shumë të rëndësishme për shëndetin. Ushtrimet mendohet se janë mënyra më e mirë për të djegur yndyrnat e trupit. Këshilla për shpirtin. Kur mendojmë për dikë që ka forcë, pra pushtet, ne imagjinojmë se është i dominues dhe kontrollues. Mirë po kjo nuk është forca e vërtet. Forca jon e vërtet qëndron brenda shpirtrave tanë. Reflektohet në çdo vepër, lëvizje apo vendim. Ajo rrezaton dashuri, mëshirë. Të jesh i fortë nuk kupton të tejkalojnë frikat dhe dyshimet personale, të eksplorohen sfidat e reja dhe të përmbushen detyrat dhe përgjegjësitë tona. Çdo kush nga ne është i bekuar me talente dhe aftësi të ndryshme. Dhe sfida e vërtet është të gjurmojmë thellë në shpirtrat tanë për të eksploruar këto aftësi dhe për të shfrytëzuar më së miri. Nuk mund të jesh i lumtur nëse nuk përmirëson ndjenjën e vlerës tënde. Mos u dekurajo nga njerëzit e tjerë dhe mos u përpiq të imitosh. Mos u frikso të jesh ndryshe. I dërguari alayhis salam ka thënë: mos u bëj pa vlerë. Ju thoni se nëse njerëzit sillen mirë, edhe ju sillen e mirë, dhe nëse sillen keq, ju veproni njëjtë. Në vend të kësaj, nëse njerëzit sillen mirë, sillu edhe ti mirë, dhe nëse sillen keq, mos vepro padrejtësisht. Për të pasur një vetëvlerësim, duhet të ndiqni këto hapa. Besoni në vlerën tuaj dhe në potencialin tuaj. Vlerëso kufizimet e tua dhe puno me to. Paramendoje suksesin tënd dhe puno fort për të arritur qëllimin tënd. Këshilla për trurin. Siç e kemi mësuar deri më tani, trupi jonë është një sistem i të rëndësishëm. Ti dërgosh ushqim të mirë trurit, kjo do të thotë se duhet ta ushqeni në mënyrë të shëndetshme trupin tuaj.
Ndaj, hapi parë në planin e të ushqyerit optimal të trurit është të ndiqni një regjim të shëndetshëm të ngrënies, që është konform piramidës së ushqimit. Shkurtimisht, zgjidhni ushqim bazik nga grupi me karbohidrate. Hani shumë fruta të freskëta dhe perime. Zvogëloni konsumimin e mishit të kuq dhe në vend të tij hani mish peshku si dhe fasule, si burim kryesor të proteinave. Pini qumësht dhe zvogëloni konsumimin e yndyrnave dhe ëmbëlsirave. Dhe para së gjithash, mbani mend këtë rregull hyjnor. Hani, pini e mos e teproni, pasi Allahu nuk I do ata që e teprojnë. Këto fjalë të shenjta janë veçanërisht të dobishme për shëndetin e trurit tonë. Sipas Dr. Richard Restak, nëse ham një ushqim të balancuar me karbohidrate komplekse, proteina, yndyrna esenciale, ne do të kemi të gjithë përbërësit e nevojshëm dhe do të kemi një tru shumë të shëndetshëm.